إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që I çojnë humbi nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lavdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri. Në vinim, vëllezër të nderuar, tema e hutbes për sot është faza e dytë e davetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e cila është faza e thirrjes publike. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mekë duke I thirrur njerëzit fshehur azi në Islam dhe vazhdoi kështu derisa Allahu I lartësuar e urdhëroi atë që ta shpallte haptazi davetin e tij. Ndaj Ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmeton se kur zbriti fjala Allahut të lartësuar wa anzir ashirataka al-aqrabin dhe paralajmëro farefisin tënd më të afërt, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngjit në kodrën Safa dhe filloi të thriste: o bijtë e Fihrit, o bijtë e Adijit, dhe vazhdoi të thriste degët e fisit të Qurayshve derisa ata u mblodhen. Kush nuk mund të vinte vetë, dërgonte dikë për të parë se çfarë po ndodhte. Mes tyre erdhi dhe Abu Lehebi me Qurayshët. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: ç'mendoni nëse do t'ju njoftoja se pas kësaj lugine ndodhet një ushtri kalorësish që dëshiron t'ju sulmoj? A do të më besonit? Ata thanë po, nuk kemi parë kurrë prej teje veç se të vërtetën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: unë jam paralajmërues për ju, para meje është një dënim I rënd. Atëherë Abu Lehebi tha: u shkatrofsh, a për këtë gjë na mblodhe? Atëherë Allahu I lartësuar zbriti: tabbat yada abi lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. U shkatrofshin duart e Abu Lehebit e ai vetë u shkatroft. Ati nuk I bëri dobi as pasuria e tij dhe as ajo që fitoi. Pra pasi Allahu I lartësuar urdhëroi profetin sallallahu alaihi wasallam që të paralajmëronte farafisin e tij më të afërt, ai filloi me njerëzit e shtëpisë dhe fisit të tij. Ai thiri një degë të Qurayshve dhe u tha: shpëtoni veten nga zjarri. Madje ju drejtua dhe vajzës së tij Fatimes, halës së tij Safijes dhe xhaxhait të tij Abbasit radhiyallahu anhum ajma'in, duke u bërë të qartë se afërsia farefisnore me të nuk do t'u bënte dobi para Allahut nëse nuk do të besonin dhe nuk do të punonin vepra të mira. Ai u tha se nuk kishte në dorë t'i shpëtonte nga dënimi I Allahut ata dhe se çdo kush do të përgjigjej vetë për veprat e veta. Kjo ishte një thirrje publike nga I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, drejtuar të gjithëve që ta besonin vetëm Allahun vetëm pa ortak dhe ta adhuronin atë pra të vetëm. Pas kësaj, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdoi që ta shpallte haptazi mesazhin e Zotit të tij. Ai thriste njerëzit kudo që ndodheshin në adhurimin e Allahut vetëm, e falte namazin dhe e lexonte Kur'anin haptazi para idhujtarëve, pa u friksuar prej tyre. Dhe kështu gradualisht të dobtit dhe të varfrit filluan të I përgjigjeshin kësaj thirrjeje.
besuan në Allahun e madhëruar dhe pasuan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në fenë me cilën Allahu i lartësuar e kishte dërguar ata. Ndërsa numri besimtarëve vazhdon të shtohej ditë pas dite, vëllezër besimtar, ndër ata që pranuan Islamin gjatë fazës së thirrjes publike në Mekë, ishte edhe sahabiu i nderuar Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Madje para se të pranonte Islamin, ai e urrente gjendjen e ignorancës, nuk pranonte adhurimin e idhujve, e mohonte shirkun dhe adhuronte vetëm Allahun subhanahu wa taala. Madje transmetohet se ai i falej Allahut diku 3 vjet para se të pranonte Islamin, megjithëse nuk dinte se nga duhet të drejtohej në namaz. Dhe me sa kuptohet, ai ishte ndikuar pra nga ata njerëz që ishin hanif, pra që adhuronin Allahun vetëm pa ortak, dhe e refuzonin idhujtarinë. Pra ky sahabi nderuar, kur dëgjoi se në Mekë ishte shfaqur një profet, ai u nis menjëherë për të takuar atë. Mirë pa ai nuk dëshironte që të pyeste hapur askënd në lidhje me të, derisa e zuri nata. Dhe natën e parë atë e pa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, i cili e kuptoi se ai ishte i huaj dhe e mori në shtëpinë e tij si musafir, pa e pyetur për arsyeën e ardhjes së tij. Dhe e njëjta gjë ndodhi edhe natën e dytë. Vetëm në natën e tretë Aliu radiallahu anhu e pyeti për qëllimin e ardhjes së tij. Pasi u sigurua se mund t'i besonte, Abu Dharri radiallahu anhu i tregoi se kishte ardhur për të takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Aliu radiallahu anhu i tha, ai është më të vërtetë i dërguari i Allahut. Kur të zbardh dita, më ndiq, dhe nëse shon ndonjë rrezik për ty, do të bëj sikur po derdh ujë. E nëse vazhdoj rrugën, atëherë vazhdo dhe ti pas meje. Atëherë Abu Dharri radiallahu anhu e ndoqi Aliun radiallahu anhu, u takua me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dëgjoi fjalët e tij dhe pranoi menjëherë Islamin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, kthehu tek populli yt dhe ftoi ata në Islam derisa të vijë urdhrimi. Por Abu Dharri radiallahu anhu tha, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, unë do ta shpall Islamin me zë të lartë mes tyre, pra në mesin e Kurejshve. Kështu ai shkoi në xhaminë e Haremit në Kabe dhe me zërin më të lartë tha la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atëherë menjëherë populli u sul mbi të dhe goditën rënd, derisa e rrëzuan atë për tokë. Në atë çast erdhi Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu dhe i paralajmëroi pra idhujtarët se fisi Ghifar mund të hakmerrej ndaj tyre dhe të rrezikonte karvanët tregtar që kalonin nëpër vendin e tyre rrugës për në Sham. Kështu ai e shpëtoi Abu Dharrin nga duart e tyre, pra nga duart e idhujtarëve. Vëllezër besimtarë, idhujtarët dhe mosbesimtarët e Mekës, kur panë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vazhdon të hapur thirrjen e tij dhe njerëzit po shtoheshin në pranimin e kësaj feje, ata u mblodhën për të konsultuar me njëri tjetrin dhe për të gjetur mënyra dhe metoda se si t'i largonin njerëzit nga kjo fe e re dhe se si ta pengonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga përhapja kësaj thirrje. Kështu shejtanët prej njerëzve dhe xhinëve u zbukuruan atyre shumë prej metodave dhe mënyrave për pengimin e njerëzve drejt kësaj feje. Ndërto ishte edhe tallja, përqeshja në nënçmimi dhe përpjekja për ta bërë objekt talljeje të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij. Qëllimi i tyre me këtë gjë ishte dobësimi i besimtarëve, thyrja e moralit dhe qëndrueshmërisë së tyre, si dhe largimi i njerëzve nga pranimi i thirrjes së Islamit. Ndaj Allahu i lartësuar duke treguar për ta thotë: wa idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa hadha alladhi yadhkuru alihatakum
wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun. Dhe kur të shohin ty ata që mohuan, nuk të marrin ndryshe veç se për talje duke thënë, a ky është ai që i përmend të adhuruarit tuaj? Pra a ky është ai që i mohon të adhuruarit tuaj dhe i përmend me të keq ata? Ndërsa vetë ata pra idhujtarët e mohojnë përmendjen e të gjithë mëshirshmit. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Wa idha ra'awka yattakhidhunaka illa huzwa, hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudillana an alihatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhab man adallu sabila." Dhe kur të shohin ty, ata nuk të marrin ndryshe veç se për talje dhe thonë, a ky është ai të cilin Allahu e ka dërguar si të dërguar? Përpaksa na largoj nga të adhuruarit tanë, sikur të mos kishim dëruar ndaj tyre. Mirë po së shpejti do ta kuptojnë. Pra Allahu thot, mirë po së shpejti do ta kuptojnë kur ta shohin dënimin se kush ka qenë në rrugë më të humbur. Mirë po Allahu i madhëruar do t'i ndëshkoj mohuesit në ditën e Kiametit me të njëjtin lloj vepre që ata talleshin me besimtarët në dunja. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Fal-yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun." Sot, pra në ditën e Kiametit, ata që besuan do të qeshin me mohuesit. Pra ashtu si kurse talleshin dhe qeshin ata me besimtarët në dunja, do të qeshin besimtarët me mohuesin ditën e gjykimit. Të ulur mbi shtretër do të shikojnë, vallë a u shpërblyen mohuesit për atë që bënin? Pa dyshim që po. Po ashtu kur mohuesit futen në zjarr dhe të përjetojnë dënimin përvlues, do të thonë: "Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun." Qala ikhsaw fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaytumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ata do të thonë: "O Zoti ynë, na nxirr prej ti, pra na nxirr prej zjarrit. Nëse kthehemi përsëri në atë që kemi bërë, atëherë vërtet ne jemi të padrejtë." Ndërsa Allahu do t'u thotë: "Qëndroni të poshtruar në të dhe mos më flisni." Me të vërtet një grup prej robërve të mi thoshte: "O Zoti ynë, ne kemi besuar, prandaj na fal dhe na mëshiro, sepse ti je më i miri i mëshiruesve." Por ju i marrët ata për talje, derisa kjo ju bëri që të harronit përmendjen time dhe ju qeshnit me ta. Sot unë i shpërbleva ata për durimin e tyre, duke i bërë që ata të jenë vërtet fitimtarë. Pra Allahu i lartësuar i ndëshkoi ata për talljen e tyre dhe i poshtroi me dënim përvlues. Po ashtu ndër metodat e tyre për largimin e njerëzve nga feja e Allahut të lartësuar, ishte edhe përhapja dyshimeve dhe shpifjeve rreth vetë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu ata akuzonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ishte i çmendur. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun." Dhe thanë: "O ti të cilët jash zbritur për kujtimi, ti më të vërtet je i çmendur." Mirë pa Allahu i lartësuar e hodhi poshtë këtë shpifje dhe e shpalli të pastër të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam nga një gjë e tillë, duke thënë: "Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Nun, betohem në pendën dhe në atë që shkruajnë, ti me mirësinë e Zotit tënd nuk je i çmendur. Ndërsa herë të tjera e akuzonin atë se ishte magjistar, gënjeshtar, poet apo fallxor. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab."
Ata u çuditën që atyre u erdhi një paralajmërues nga mesi i tyre, kështu mohuesit thanë, ky është një magjistar gënjeshtar. Mirë pa Allahu i lartësuar i hodhi poshtë të gjitha këto shpifje dhe trillime, duke thënë, innehu laqawlu rasulin karim, wama huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun, wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun, tanzilun min rabbil alamin. Më të vërtet, ky është fjalë një të dërguar një fisnik. Ai nuk është fjalë poeti, sa pak besoni, dhe as fjalë fallxhori, sa pak përkujtoni. Ai është shpallje nga Zoti i botëve. Vëllezër besimtar, mohuesit e Mekës vazhduan të akuzonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me shpifje dhe gënjeshtra, me qëllim që t'i largonin njerëzit nga besimi tek ai. Por Allahu i madhëruar u aktheu kurthin mbi vetët e tyre. Një herë një njeri erdhi në Mekë dhe dëgjoi ata duke thënë se Muhamedi është i çmendur. Kështu duke menduar se mund ta shëronte atë, ai shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për t'i bërë rukje. Mirë po sapo ul pranë tij dhe dëgjoi fjalët e pejgamberit, e kuptoi se ato ishin fjalë të së vërtetës. Prandaj besoi në të dhe u bë prej pasuesve të tij duke thënë, unë kam dëgjuar fjalët e fallxhorëve, të magjistarëve dhe të poetëve, por kur nuk kam dëgjuar fjalë si këto. Madje ato kanë arritur deri në skajet më të largëta të detit. Pastaj tha, ma jep dorën tënde që t'jap besën për Islam. Kështu ai i dha besën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pranoi Islamin. Vëllezër besimtar, shikoni se si ata dëshironin t'i largonin njerëzit nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke akuzuar atë se ishte i çmendur. Mirë pa Allahu bëri që pikërisht kjo shpifje të bëhej shkak që njerëzit të hynin në fenë e Allahut të lartësuar, pra ata vërtet bënin kurthe, për Allahu është kurth ngritësi më i mirë ndaj tyre. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinani. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Vëllezër besimtar, mësimet dhe porositë dhe urtësitë që përfitojmë nga ajo që dëgjuam janë të shumta. Mirë po prej tyre përmendim së pari në thirrjen për tek Allahu i lartësuar nuk ka vend për thirrje të fshehtë apo për heshtje. Pasi që Allahu i madhëruar i zbriti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam fjalën e tij wa anzir ashiratakal aqrabin, dhe paralajmëro farifisin tënd më të afërt. Sepse Allahu i lartësuar e shfaqi fenë e tij, e ngriti fjalën e tij, e bëri Islamin të njohur dhe vendosi themelët dhe parimet e tij. Atë një si afërti ashtu dhe ai i largëti. Për të ka dëgjuar se ai që është pranë ashtu edhe ai që është larg. Prandaj nuk ka më vend për fshehtësi. Së dyti, askush nuk e mbart barrën e gjunaheve të ndonjë njeriu tjetër. Dhe se farefisnia apo lidhja e gjakut nuk do t'i sjellë dobi askujt në ditën e Kiametit. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Fa idha nufikha fi sur, fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun." Kur t'i fryhet surit, atë ditë nuk do të ketë më lidhje farefisnore mes tyre dhe as nuk do të pyesin njëri tjetrin. Pra nuk të bën dobi as lidhja e gjakut dhe as farefisi, përveç se besimi i pastër me vepra të mira. Së treti, kurthi i keq dhe i padrejt nuk godet askën tjetër përveç sa atë që e kurdis atë. Ndaj mohuesit Mekë kurdisën plane kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe akuzuan atë për çmenduri, duke synuar që t'i largonin njerëzit nga besimi në të. Mirë po Allahu i lartësuar e nxorri në pa të vërtetën, e lartësoi fenë e tij dhe i ktheu kurthet e tyre kundër vetë atyre që i kurdisën. Ndaj dhe në kohën tonë, mohuesit kanë kurdisur plane kundër Islamit dhe muslimanëve. Ata përpiqen që ta shtrëmbrojnë imazhin e Islamit
përmes medjave dhe mjeteve të ndryshme të propagandës, mirë po me mirësinë e Allahut ndodhje kundërta asaj që ata synonin. Ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Vërtet, ata thurin kurthe, por edhe unë bëj kurthe kundër tyre. Prandaj, sado kurthe që të thurin jo besimtarët, dije se kurthi i keq dhe i pa drejt nuk godet askën tjetër përveç sa atë që e kurdis atë. I lutëm Allahu të lartësuar që të na forcojnë fenë e tij, të na bëj të palë kundër në të vërtetën, të na ruaj nga kurthet e armiqve të Islamit dhe t'u jap fitore fesë të tij, librit të tij dhe robërve të tij besimtar. Vërtet ai është dëgjuesi dhe ai që i përgjigjet lutjeve. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.